Një mbrëmje që folje gjitha për Shkodrën. E tillë ishte ajo e së premtës në pazarin e Korçës, ku publiku i këtij qyteti shijoi magjinë e dasmës shkodrane. Dasma, ky ritual i veçantë për dytërinë që kurorëzojnë lidhjen e tyre, është festa e të gjithëve dhe Shkodra e ka të trashëguar aq bukur ndërpreza këtë traditë. Këngët e kënduara live nga një orkestër dhe programi punuar në detaje e bojnë unike dasmën shkodrane. Dasma ka qenë konceptuar gjithmonë si një show, si një shfaqje, si një performancë, ku artistët të ndryshëm kanë performuar atë që ka më të mirë kanë mundur të japin publikut. Më kujtohet që në voglin time që rrini mas dyerve të portave të mëdha të qytetit, aty ku zhvillohen dasma të proborët, e dëgjonim muzikë të bukur, dëgjonim këngëtar të mirë, dëgjonim bejte, pse jo, dëgjonim humorin e tyre, edhe shifshim njerëz të veshur bukur, njerëz që silleshin përçafonin njëri tjetrin, njerëz të gëzuar. Domethënë, edhe kjo ka qenë misioni jonë. Kemi bërë një seleksion të gjërave më të mira që përfaqëson ceremoniali i dasmës shkodrane. Të rinjtë e formacionit vokal orkestral Arkestra i dhuruan publikut korçar një mbrëmje të paharruar, duke sfiduar edhe kushtet atmosferike jo të përshtatshme të qytetit juglindor. Korça dhe Shkodra, dy qytetet të cilat kanë shumë gjëra të përbashkëta. Kanë atë marrëdhënien kulturore, artistike, kanë historinë të përbashkët. Kanë edhe atë tjetrën që është shumë më specifike. Kanë edhe dashurinë njerëzore, sepse shumë vajza korçare kanë ardhur në Shkodër, shumë vajza shkodrane kanë ardhur në Korçë. Dasma shkodrane erdhi në kuadër të projektit Dita Shkodrane në Korçë, i sjell nga Qendra Rinore Arka me mbështetjen e Bashkisë së Shkodrës.